Një ngjarje e çuditshme ka ndodhur në fshatin Palas të Maliqit. Eduard Çarçani, 45 vjeç, u gjeti varur në kangjëllat e murit rrethues të një banese. Banorët të zonës janë shprehur se viktima ka jetuar në Itali dhe shiste person që konsumonte shumë alkool. Sipas tyre, shtëpia në të cilën u gjeti varur është e Fejim Agollit, të cilën e mirëbante Kunati. Shtëpia është e pabanuar, nuk ka njerëj, tha njëri nga banorët e zonës. Ai jetonte më shumë në Itali, nuk jetonte këtu. Pa kohë kaq që ka ardhur, kishte problemet e tija, pinte shumë, jetonte për shumë vitesh në Itali. Shtëpia që u gjet i varur është i Fejim Agollit, nuk ka njeri atje, e mirëban Kunati. Shtëpia është e pabanuar, nuk ka njeri, tha një tjetër banor i zonës. Eduardi, djali i mirë i përsosur, hallet i di vetë ai, ne nuk dim gjë, kishte nënë këtu, qëndroi ca kohë dhe iku në Itali, nuk punonte, pinte vetëm raki, tha një tjetër banor i zonës. Në njoftimin e policisë së shtetit thuhet se më datë 11/11/2025 është gjetur i pajet në rrugë shtetasi EC, 45 vjeç, nga kqyrja jashtme e trupit, nuk ka konstatime shenja dhune, po punohet për dokumentimin e shkakut të humbjes së jetës së këtij shtetasi. Materialet procedurale u oferuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korç për veprime të mëtejshme.